Atere, propozimi zotit Fejzulla për të krijuar një njësi të posaçme të vlerësimit. Kush është dakord? 3 vota pro. Votën kundër? Sa dush, atere. Po s'ka rëndësi se në qoftë se bëni juve këtu kundër, atere kundër 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vazhdo me 2 propozimet e tjera? Ha, kemi dhe 2 të tjera. Po, propozim... Po. Jo, i lexojnë atere, vota pro, po them pro dhe dhe kundër. Atere, vota pro, Fejzulla, Hoda, Bogdani, vota kundër, Mërkuri, Eminaj, Stojani, Staka, Mojsiu kundër, Duda, më falë, Riza kundër. Në munges të zonjës Mandro. Po, dhe për me i kundër. Të mbyllim tam tikin se. Propozimet e fundit që janë, propozimi i radhës është që paga e drejtorit të njësisë tashmë të riemërtuar për mbështetjen e pra drejtori i njësisë shërbimeve të përgjithshme ligjore të barazohet me pagën e drejtorit të njësisë së shërbimeve të mbështetjes komisioneve në kategorinë I3. 1-3. Paga e drejtorit të njësisë së shërbimeve të përgjithshme ligjore i integrimit evropian dhe marrëdhënie me publikun të barazohet me pagën e drejtorit të njësisë së shërbimeve së mbështetjes komisioneve në kategorinë 1-3. Preferuar vendimi 325 të 2023 të Këshillit të Ministrave, përkatësisht lidhjes 7.2, pozicioni drejtor njësie në Këshillin e Lartë Prokurorisë e ka pagën 1.4. Jo 1.3. Unë s'mund të jem dakord ose kundër. Unë them. Jo, nuk është në përputhje me propozimin, pra. Edhe për njësinë aktuale, po. Ja, të ktheve për atë përgjigje, sepse vendimi 325 thot, brenda një muaj, institucionet do sjellin të institucionet përkatëset për të konfirmuar strukturat. Janë dërguar si Ministrisë Financës si ndat, është dhënë përqimi tyre dhe është miratuar struktura këtu. Pra, për njësinë mbështetëse dhe ne të komisioneve. Është konsideruar si njësi përmbajtësore. Është bukur, pikë. Pra, është marrë që atëhere, Ministrisë Financave, pra, është miratuar atëhere. Nuk ka si komunikim Ministrisë Financave. Ka shkuar mrena një muaj vendimi i qeverisë se nuk miratojnë ndryshme. Atëherë, e pra. Pa, po më të vajtë pa vërteta. Të lutëm shumë, kjo është e vërtet e madhe, kjo është e vërtet, sepse si pas pikës 6, gërma bë, kreu 4, i VKM-s 325 da 31.5, ishë parashikuar në mënyrë eksplicite. Institucionet administratës publike, pjesë e fushëve primtarisë të ligji, të propozojnë deri me datë 30 qershor 2020 sipas legjislacionit përgjithshëm ndryshimet në strukturat dhe organikat e instituteve, përshtatjen e tyre sipas platave të pagave të përcaktuar në këtë vendim. Dhe ne, po dakord pra, ne mrena muajit i kemi dërguar, i kemi përshtatur dhe kemi ato struktura janë edhe është justifikuar atje, e vetmja që mund të ishte njësi përmbajtësore që përcakton misionin, dhe është në përputhje me misionin e këtij institucioni, ishte njësia mbështetëse IGO-e. Tani ne po flasim për atë që propozon ti. Propozimi juaj është parë nga se është ngritur, prandaj ja thash zonjës Rize, është ngritur që atëherë edhe për njësinë juridike, edhe për njësinë e shërbimeve. Jam parë që atëherë janë ngritur të pretendime, ka shkuar atje dhe është mbyllur pjesëri. Tani çohet pra pas një argument, pas një faturë financiare, pse impakton kjo dhe çfarë shërben njërës e tjerë, dhe sa përputhje është me vendimin e qeverisë që përcakton këtë gjë, ju vini dhe thoni si një mënyrë dëshirash, bë oferta secili, ty ta bëj kaq e ty ta bëj atë. Se e gjithë kjo strukturë është vetëm në funksion të kësaj gjë. Pra,
dhe ju ignoruat dhe opinionin e institucioneve kompetente, u detyrova ta marr personalisht sepse për 3 muaj është ju e penguat dhe ignoruat dhe thatë që s'ka nevojë se ne të ditur një dim tjetër, e mora dhe institucioni kompetent më ka kthy një përgjigje që unë do doja shkurtimisht ta thoja. Dhe është në një ligj referuar ligji për 152 të vitit 2013 për nëpunësimin civil të ndryshuar, përcaktohet se institucioni pavarur është administrata e Kuvendit Presidentit, Pushtetit Gjykatës, dhe këtu përfshihet dhe Këshilli i Lartë Prokurorisë. Referuar në 178, organizimi administrativ, ligji 115/2016, organet e qeverisë si sistemi i drejtësisë përcaktohet tekstualisht. 2. Në lidhje me administratën, Këshilli vendos për sa më poshtë: a. Strukturën e administratës dhe secilës njësi, krijimin e njësive të tjera organizative brenda administratës, përcaktimin e detyrave e përgjegjësive të tjera. Por në asnjë rast nuk përcakton se Këshilli ka në kompetencë, përveç se ka në kompetencë të miraton vetëm strukturën dhe organikën e Këshillit. Nuk ka asnjë detyrë tjetër. Prit pra, klasa e pagave që në thelb janë konvencioni që përfaqëson elementet përbërës të pagës bruto mujore dhe vlerën për çdo element të pagës bruto mujore duhet përcaktohen fillimisht nga Këshilli i Ministrave. Për sa kohë kompetenca e përcaktimit të pagave nuk i rrën shprehjimisht me ligjin e organizimit dhe funksionimit të Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ndërkohë, në zbatim ligjit 35/2023 ndryshuar, Këshilli i Ministrave ka miratuar BKM 325/2023 të ndryshuar ku? Këto i kemi lexuar tani. E keni lexuar për t'i thënë atij. Ti mendon që prokurori i intereson? Patjetër, veprimtaria në shina ligjore të këtij këshilli. Ore ky këshill vepron me mënyrë abuzive vështirë se ka shumë rëndësi besueshmëria ke gjë. Ore po nëse ti nuk e kupton këtë, nuk e kupton asgjë nga. Ore ti nuk meriton ti sa në punë civil. Atëherë, në pikën A, në shkronjën A të pikës 1 të kreut 1, është përfshirë si pjesë e fushës të veprimit të këtij vendimi edhe Këshilli i Lartë Prokurorisë. Në pikën 6, fraksion 2 të kreut 3, përcaktohet se klasa e pagave për pozicionet e punës së nënpunësve të Këshillit të Lartë Prokurorisë janë sipas lidhjes numër 7, fraksion 2, fraksion B. Në pikën 1, kreut 2, përcaktohet se klasa e pagave për pozicionet e punës me emërtesë të njëjtë përcaktohet në kuadër të mjaftimit strukturës dhe organikës së cilit institucion. Për sa më sipër konkretojmë, në strukturën dhe organikën e Këshillit të Lartë Prokurorisë për administratën e KLP-s përcaktohen klasat e pagave për secilin e emërtesë, pozicione, pjesë e njësive organizative në përbërje, bazuar në përcaktimet e lidhjes 7, fraksion 2, fraksion B të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 325/2023 të ndryshuar. Pra nuk kemi më referencë as ke ligji jonë që mendohet që është pavarur, ne jemi pavarur në ushtrim, funksionet dhe vendimtarë. Por nuk jemi për sa i takon klasave. Atëherë, klasat dhe kategoritë caktuar me VKM nuk po i hyjmë në kompetencë Këshillit të Ministrave. Ne bëjmë organikën tonë dhe themi ato elementë të strukturës tonë se në cilën klasë pagë përputhen. Pyetja ime është për sekretaren e përgjithshme. Të lutem. Se ka tjetër ato, se struktura tona nuk ka asnjëra nga ata, përveç njësisë së mbështetjes së komisionit, asnjë strukturë tjetër nuk e ka atë që quhet Këtë e thonë ju. Po e kemi kaluar pra. Ku është thënë kjo? Po ku është thënë kjo dhe ku është kjo dhe kush e përcakton se ky është kriteri që mund të paguash me atë kategorinë 3? Niveli struktura kategoria pagave propozuar për këtë është në përputhje me 25. Kompetencë paga trajtimi të tjera financiare profili. Në vijim të sjarjes masive dhe shqyrtimit të propozimit të dërguar, konstatohet se ka disa mos përputhje të klasave të pagave propozuara në organik me përcaktimin të kompetencës 325/2023. Klasa e pagës për pozicion drejtor në njësinë e shërbimeve të përgjithshme ligjore, integrimit evropian, marrëdhënie me jashtë, duhet të jetë 1/4 dhe jo 1/3, ashtu sikur tha sekretari i përgjithshëm. Po ju tani mendimi juaj cili është? Sipas lidhjes 7-2B, klasa e pagës 1/3 mund të përcaktohet vetëm për pozicionin drejtor të departamentit. Klasa e pagës për pozicion drejtor të drejtorisë shërbime administrative të teknologjisë informacionit duhet të jetë 2-2. Në lidhje me
Tani një pyetje se mu duke pa kontradiktor në atë që lexoj. Të lutem mos më ndërprit. Po patjetër do të ndërpres, po patjetër që do të ndërpres. Jam antar, po ti je antar, bëj antari. Ti këto duhet gjesh kohë dhe ti lexosh, duhet gjesh kohë dhe ti lexosh, edhe një herë. Shiko, nuk se edhe për të lexuar nuk është se lexon aq bukur që të dëgjojnë njerëzit. Tani edhe një herë. Këtë mund ta konsumosh në një kohë tjetër. Kjo nuk është kohë leximi. Kjo nuk është kohë leximi, edhe një herë. Lutem, po nuk jam, po unë jam ulur në këtë tavolinë dhe unë nuk mund të dëgjoj lexime VKM-sh. Shko lexoj VKM-n sipër edhe hajde. O zonja Shko lexoj. e lexoj emailin i detyruar sepse ju e ignoruat. Po jo mos e ka 6 orë që po lexoni emailët e këshillit. Ti duhet ti lexosh sipër ato dhe të vish nervje po. Tekstualisht që të marrin vesh të gjithë prokurorët se si operohet nga ky këshill. Po pra po, okay, bëj të ditur, po pa lexuar dhe po. Thuaj opinionin tënd, po thuaj. Edhe ka një mënyrë oferta. Thuaj opinionin tënd. Si do ti kështu ta japun? Vazhdoj. A mund të vijojmë me votimin e propozimeve Veprimtaria administrative dhe financiare nuk panje çerek dhe ka nuk referenca në ligje tjera dhe në vendimin e Kryeministrit. Keni propozim tjetër veç atij të Fejzullës, po han. Atëherë, edhe këtu rriten pagat pa analizë financiare, dhe relacioni është bërë që në janar, se di pse s'është bërë analiza financiare. Pra ne na kërkohet të votohet pa pasur një lloj pasqyre të plot, për këtë arsye jam kundër kësaj pjese. Pra s'ke propozim tjetër, thjesht je kundër. Dhe aty ku është? Tani s'është propozim ky. E mirë, po jo se tash ka propozim tjetër apo jo. Do votojmë. Propozimi? Ne këtu fleksibël jemi. Po s'te mos keno një pun tjetër ti. Ti për demaskim e bën shumë. Vetëm një gjë që mund bësh, po, është Petrufeja dhe demaskimi. Asgjë tjetër nuk bën dot ti. Po pra, ti nuk bën dot absolutisht asgjë tjetër. Po. Edi. Po. Ndërsa niveli shiko këto. Niveli yt është ordiner. Ti je don tipi i analfabetit. Kaqe, okay. Ke marrë një diplomë aty, ti e din se si e ke marrë, atë diplomë që ti e ke marrë, ku di unë, me dispensa e ke marrë, ti nuk e hapur asgjë te atyre dispensave, atyre leksioneve dhe ato nëse i ke hapur apo si ke hapur. Ka është nivel, nivel që po e dëshmon ditë për ditë. Dhe ajo që të bëj unë, me që ti ke kohë, se ti nuk ke ndonjë angazhim, mund të lexosh në një gjë. Është një gjë bukur. Mund të lexosh edhe kaq. Ose zgjat më tutje kot, mos e zgjat. Thot një kot e zgjat. Ai që bën frikë, thot. Ajo të bën ty, nuk e di se çfarë. Janë ignorantë, thot. Po. Që nuk e kuptojnë që janë të tillë. Kjo është. Ajo është, po pra. Dhe personi që ka nevojë për një përkujdesje mendoj se ti i jep për atë nevojë. Shikoj vetëm dhe vazhdo. Ti me shkollë natë? Unë me shkollë natë, atë që bën ditën, ti unë e bëj. Atë që ti ke bërë ditën, njerëzit e bëjnë jo natën, po ti s'ke bërë, na e bëjnë. Imagjino se çfarë bën ti. Ke marru 4 klasë shkollë në gjithë jetën tënde, i ke marrë një diplomë për 4 klasë, ti s'ke marruar asnjë klasë, jam i bindur për këtë. Dhe nivel që po e dëshmon ditë për ditë nivelin tënd. Në qendrën e Tiranës zotëri. Ditë për ditë po e dëshmon nivelin tënd. Okej. Merr një letër, ta kam thënë edhe herë tjetër, dhe nëse mund të shkruash një paragraf dhe një letër ti, edhe të kuptojmë nivelin tënd. Dhe niveli konkurrencës? Ja ka ti nivel konkurrence. Analfabet. Atere, dakor. Analfabet. A mund të vijoj? Ti duhet futesh në kurset e analfabetizmit. Me shkollën natën. Po pra, me shkollë natën dhe me shkollë ditën. Shkollën që bën ti natën, ditën, e tjerë njerëzit e bëjnë.
Atëre kemi propozimin e Fejzullës. Kush është dakord me propozimin e Fejzullës? Po, hajde 7, a jemi 7. Aman, hajde të mbyllim tani se nuk kemi duke u marrë. Po, qa të bëjmë se me zorë nuk i lidhim dot me zinxhir të rinë mbledhje? Se vazhdo, e mbyllim, gati jam. Atëherë, kemi propozimin vetëm të Fejzullës. Kush është dakord? Atëherë, 1, 2, 3, 4 vota. Pro? Atëherë votat po i lexoj. Pro, Fejzulla, Hoda, Bogdani, Staka. Votat kundër, Mërkuri, Eminaj, Stojani, Gërmenji. Jo, jemi 4 me 5. Më falë, jo me 5, po edhe Mojsiu, po. Votoj Arta. E po mirë pra se s'po e kuptoja. Po nuk e di pra se ishim 4 me 5. Atëre tjetër propozim? Po, propozimi fundit është ndryshimi i emërtesit dhe kategorisë pagës për drejtorin e shërbimeve, e cila rinjtohet. Drejtoria e shërbimeve administrative, teknologjisë, informacion dhe komunikimit dhe kategoria pagës 2.1 në linjë edhe me kolegët tanë, kolegë Gjështit, cilët nuk kanë asnjë pagë drejtori. Atëherë, po propozoj me propozim Stojanit, dakord. Atë propozimi i fundit është riemërtimi i drejtorisë së shërbimeve në drejtori të shërbimeve administrative dhe teknologjisë, informacionit dhe komunikimit dhe kategorizimi në klasën 2.1. Kjo edhe për analogji të institucionit homolog KLG, e cila nuk ka asnjë pagë drejtori, qoftë edhe shërbimesh nën këtë kategori. Faleminderit. Tani, daloj qik, ose kërmlej qik 2 minuta. Isa këtë. Tani, KLG-ja e kanë kushtetut teknologjinë. Nëse kemi, për ne ka prokurori përgjithshëm, nuk e ka KLP-ja. Pra ndaj, ne nuk mund ta kemi kompetencë përmbajtësore pjesën e teknologjisë. Shumë, ajo prap ngelet mbështetëse. Qofse do na digitalizojnë një gjë, po duromër tani ç'ke. Pra, në këtë drejtim, ne po hym kompetenca dhe prokurorit përgjithshëm se duam kopjojmë KLG-n, por ne jemi të ndarë në këtë aspekt. Për më tepër, insistoj dhe njerë, nuk keni analizën financiare. Ne votojmë futuru rritje pagash pa analizë financiare. Në përgjigje të kësaj ka zoti Mërkuri, KLG-ja ka të ndarë IT-n nga shërbimet. Drejtori IT-s është një tresh, është departament më vete, se ka dhe gjykata, siç e tha zoti Mërkuri. Drejtoria e shërbimeve administrative është më vete dhe është 2-1, siç propozojmë. Drejtoria e arkivës e protokollit dhe këtë e kanë drejtoria kanë 2-1. Drejtoria e menaxhimit burime njerëzore dhe këtë e kanë 2-1. Drejtorinë e programimit monitorimit buxhet e kanë 2-1. Drejtorinë e menaxhimit investimit dhe aseteve dhe këtë e kanë 2-1. Pra të gjitha drejtoritë i kanë 2-1. Dhe ato që merren ekskluzivisht vetëm me goma makinash, siç doni ta quani ju dhe Fenera, dhe ata e kanë 2-1. Ata themun edhe një herë, Departamenti i Administratës Publike, e nderuar kryetare, sa më ka kthyer një përgjigje që thotë nuk është në përputhje me vendimin e qeverisë numër 325/2023, nuk është në përputhje. Kaq. Dhe po sipas opinionit, është mirë që të marrim dhe opinionin e sekretarës përgjithshëm, por para se të ishte kjo, po ritheksoj edhe një herë që kjo strukturë para se të bëjë strukturën në 2023, këto janë kaluar për opinion edhe institucione kompetente dhe është miratuar me këtë nivel pagë.
çdo ndryshim i pashëgjuar me kostot financiare me element që siç tha zoti Mërkuri, për mua është e kontralishme sepse çdo ndryshim i strukturës kërkon patjetër një analizë. Ju thash dhe herë keni bërë si me një dëshirash, oferta sipas dëshirave bëni e keni bërë këtë në këtë institucion e palishmëri. Këto janë gjëra që do konstatohen, po dora dorës po identifikohen se ty Ministria e Financave të ka kthyer përgjigje që nuk mund të jesh në punë autorizuese, edhe ti prapë vazhdon që të jesh në punë autorizuese. Në palishmëri duke kthyer një anomali në institucion, duke cënu veprimtarinë e strukturave, i ke kthyer ato që të shohin dëshirat e kryetarit dhe jo ligjin. Zbatojnë ligjin. Kaq pa kaq ta kam thënë. Por nuk na ke vënë ndjenjat e Ministrisë Financave. Përgjigjen e Ministrisë Financave. Ja kam kaluar komisionit, jo s'është palishmëri. Palishmëri, Pe përgjigje. Jo, po nuk e përcakton Ministri i Financave interpretimin e ligjit, po. Një melodi. Sa ai nuk mund të bëjë dëshirat atë. Tani, nuk të vjen zor që merresh me këto. Nuk të vjen zor. Më vi zor për lishmërinë dhe për financat e shtetit, po farë nuk më vi zor. Ulëritse është nevoja për të thënë fort me zë të lartë dhe me gërma ndaja të shkruhet abuzivizmi që po bën ju. Po dita ditës do t'ja u vënë gjitha edhe përgjigjet institucioneve tjera. Po patjetër se kur ke në një punë tjetër. Se mos ke në një punë tjetër, po të kishe kupton. Kemi kontroll të shtetit nëpërkom se nuk ka për të liruar që merrni. Po sigurisht. Megjithëse ne nuk pyesim as për kontroll të shtetit, se faj, ku i pyesim tonë. Edhe ti e the. Kush e tha më? Po ti më ashtron, nuk të vjen zorje dhe prokuror. Ta pyesim thash më përpara se ta miratojmë. Do t'i shohësh. Nërpoje, e mira ishte që të kishë rëkuj një opinion, këtë me thonë. Ore, ti bëj punën e prokurorit dhe qoj aty ku duhet, Po, qa propozimi ishte ma thua edhe një. Të ka përgjigje negative si jonë për shtatje, dhe nuk e ke kompetencë ti ta përcakto se kush është paga asaj. Propozimi edhe njerë është riemërtimi i drejtorisë së shërbimeve në drejtorinë e shërbimeve administrative dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dhe rikategorizimi në kategorinë e pagës në klasën 2-1. Kush është dakord me propozimin e Fejzullës? Po varja ma. Atere vota pro Fejzulla, Hoda, Bogdani, Staka. Online e se dit ashe. Mos kam asgjë për veten time. Unë thjesht ju vuna duke pushimin. Unë ju vuna duke pushimin. Po ja pra ato po bëj, po konfirmoj, duro. Se di. Mojësi, u është kundër, oke. Se si arrim të një në këtë nivel, në këtë substantë. Po jo pra po presim. Online-in, që ke? Po se di. Atere një sqarim. Arta më shkruan jam dakord me propozimin. Është edhe Arta pro. Kështu që i bje 5-5. Po si ta kalojmë? Ha, e kalojmë po se futëm në rendite.